Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Një iniciativë shumë e mirë është duke u zhvilluar në fakt në komunën e Prishtinës, po jo vetëm nga komuna e Prishtinës. Janë edhe Federata e Futbollit e Kosovës, por edhe Prishtina Tournament që janë përfshim në një garë të ligës së shkollave në futboll, ku marrin pjesë shkollat fillore të kryeqytetit, ato që janë publike, edhe shkollat e mesme. E pikërisht për çet organizim që po vazhdon me u mbajtur, me u zhvillu, kena me fol me Lorik Berishën, me ligën që na mësuar me po të Dardam, po është pjesë e Prishtina Tournament, një prej 3 aktorëve që organizojnë këtë garë. Lek mirë se ke ardhur dhe faleminderit që je pjesë e emisionit sportiv, me fol për një temë besoj shumë interesante të rëndësishme për kryeqytetin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, knaçi. Që thash në fillim, është një garë që po mbahet për herë të parë, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në Kosovë, ku janë përfshirë shkollat fillore dhe ato të mesme të futbollit të vogël që i thojnë ana. Pak a shumë e ka pasur një ceremoni hapse, tregon ama sport të iniciativa, tani folim pak për garën edhe sene të tjera. Po, Liga e Shkollave Prishtinës është një platformë profesionale për sportin shkollor. Kjo iniciativë nuk është thjesht një aktivitet sportiv, po është një mision për me kriju hapësira të shëndetshme për trinjt tonë, do me thonë trinjt e kryeqytetit, dhe për të promovuar edukatën përmes sportit dhe për të ndërtuar ura bashkëpunimi mes shkollave, komunitetit dhe institucioneve. Na jena krenar që si Prishtina Tournament e kena ndihmu, do me thonë me ideu krijimin e kësaj platforme, që është projekti i Federatës Futbollit të Kosovës dhe Komunës së Prishtinës. Si viti parë, pavarësisht që kena pas shumë të ngarkume, ka shku shumë mirë, nuk kena pas ndonjë sfidë gjatë rrugtimit. Janë 32 shkolla fillore që janë të ndome në 8 grupe, me ka 4 ekipe, dhe janë 12 shkolla të mesme që janë të ndome në 3 grupe me ka 4 ekipe. Deri tash janë zhvillu disa gjëra, qysh po shkon edhe çka është interesante ditë besoj lek është qysh janë të prit fëmijët se këta e kanë mas interesante. Na po jena komunikim ashtu të kohën, domethënë po jena çdo javë në krejt shkollat, edhe qa po mujna me kuptu, kjo u prit shumë mirë si prej nxënësve, si prej mësimdhënësve, si prej prindve, dhe ashtu u bo temë në krejt shkollat, do me thonë tri thojnë, kena loj me qitë shkollë, presëm këtë shkollë, po edhe na në fakt djeve që u kryjova e tretë faza e grupeve, edhe ashtu krejt shumica e nxënësave që janë pjesë e ligës, që janë edhe në për klube sportive që marrin pjesë edhe në për shkollat kryeqytetit, do me thonë i dishin krejt këto tabelën, golaverażhin e sene, ashtu një farë vullneti, një farë dëshire krej, një farë energjie mu kualifikue sene. Kjo që e bën këtë ligë unike, edhe është qasja seriozi që na e kena marrën si staf, do me thonë prej delegatëve që i caktojmë, do me thonë në krejt ndeshjen janë të protokollume, do me thonë është një protokoll për ndeshje ku janë krejt donat e lojtarëve, momentet kyçe, kartonat, gola, do me thonë gjithçka. Tamam është ligë profesionale, qysh na dhe jena mësu mi po dhe ligën të mëdhajt të mëdhajt senioret. Besoj që është një sen i mirë për çdo mosha që qyshën në qëtë periudhë me mësu jo vetëm qysh me thonë me lujt hajt ose rekreacion, po me mësu pak edhe garimin. Që më intereson me ditë lika është kur diskutoni edhe me antarët federatës, po edhe me të komunës, për shembull, besoj që në ceremoninë ose me kushtrimin keni edhe kontakte ditore. Cili është ky feedbacku, do me thonë, a është arsyeja me i largu veç fëmijët prej themi për medalë ose me nejtë në teknologjia, po dhe iniciativa tjera? Synim kryesor është se na përmes federata dhe po i dërgën shumë shpesh në përndeshje trajnerat, grup moshave, menaxherat, grup moshav, po marrin pjesë trajnerat akademive, do me thonë me nxjerrë dhe talent, po me identifiku talente e rinj, se do me thonë ka brëm këtë shtet për futboll. Po na jena shumë krenare dhe që i kena edhe qëto mundësit e bashkëpunimit që po vine dhe po i shohin ndeshjet, do me thonë për qëto 3 javë, edhe pse është futboll i vogël, janë shënu 400 gola për një 48 ndeshje që janë lu, kena statistika për golaverazh, do me thonë për top 10 gola shënuesit, që ka me pas shpërblime edhe për ata, për lojtarin më të mirë, ekipën më të mirë, motiv. Na e kena menu që na është edhe shumica e nxënësave se me cek që i kena edhe një grup që janë zonë rurale, janë 4 shkolla. Ata na është edhe për shkak kushteve financiare na është edhe nuk kanë mundësi me bo pagesa në për akademiat e kryeqytetit. E kena menu që lojtarin më të mirë, portierin më të mirë, golashënusin më të mirë me u boni, si me thonë, bursë me një shkollë të futbollit të kryeqytetit, për shembull një vit pa pagesë.
se është bageni kost edhe për familjen, Patjetër. patikat, elementi o transporti sene, po, Gjithçka është kosto. po, gjithçka është kosto. Iniciativë shumë e mirë, lek që është për çdo besoj kemi na treguar edhe për Ecurin. Tregona pak formatin shoh atë 32 ekipe luajn grupe, është pak a shumë si Champions ndoshta, po. Janë 32 ekipe shkolla fillore, që në fazën e ardhshme do me thonë veç janë kualifiku 16 ekipe, prej 8 grupeve 16 ekipe ka shku tutje, ka kalu grupin vendi parë dhe vendi dytë. Tamam si Champions. Fazën e grupeve ku janë 4 ekipe, secila shkollë kalu me secilën shkollë, do me thonë grupit vet. Na i kena përcaktu së bashku me komunën edhe me një shoqatë është sporti shkollor, edhe me federatën i kena caktu disa shkolla që i plotësojnë kushtet, se na nuk kena pas dëshirë me marrë përgjithsinë që me u lujt nashta në beton, po në fusha që janë me tartane dhe në salla brenda shkollës, po që janë përshtatshme për lojt futsallit. Lojt luhen 4+1. Do me thonë me regullat futsallit, nuk kena dashur na ashtu me bo shumë gola, me thonë me marr topin, tash me vojnë jargon kështu edhe pak futbollit sportiv, me marrën topin me gjumë me dorë, me shku me ta jap goll me dorë, po apedin me lshu topin edhe me lut tamam futboll, me zhvillu futboll, po. Tutje, do me thonë këto 16 ekipe tash në javën e ardhshme luhet në dy shkolla, në shkollën fillore Gjergj Fisht edhe në shkollën fillore Naim Frashëri, luhet 8 ekipe luajnë me një shkollë, edhe 8 ekipe me një shkollë, do me thonë krejt ekipet i kanë vendin neutral. Asnjëna shkollë do me thonë tash nuk luan në shkollën e vet, po. Njëjtë është edhe të shkollat e mesme, edhe na zbashku me komunën, me bashkëpunëtorët komunës, edhe me federatën, kena menu që në muajin shtator, në fund muajit shtator ose në fillim muajit tetor, kena me zhvillu, do me thonë gjysmë finalet edhe finalet, si për shkollat fillore ashtu edhe për shkollat e mesme, në sheshin Zahir Pajaziti, ku kena me improvizu një stadium të vogël, me 4 tribuna, me ndriqim, me aktivitete aty, me zërime, me gjithçka, po ka me pasën edhe aty do rekreacione, loja shpërblyese, aktivitete, po edhe na menojna që ky projekt fillimisht është nënshu prej komunës edhe prej federatës për 3 vite, po na shprehem nga dishmërinë që edhe për vite tutja pedin me konën kjo ligë, se na e dina për shembull në Amerikë përmes kolegjeve ka ndalë super basketbollista që tash luajnë në NBA në liga profesionale, po që ajo është edhe ideja kryesore edhe e kësaj lige, me nxjerr talente të reja, gjithashtu për vitet e ardhshme mendojna që më u zgjeru edhe në komuna tjera me këtë ligë, gjithashtu me i përfshi edhe klasat 1-5, është projekt edhe i federatës ajo grassroots, po gjithashtu me bo edhe ekipet femrave, që me inkuadru edhe femrat po me kon pjesë e ligës. Mle pa pyetje vëlla. Jo, çka është interesant më diskutu është që një sistemi për afërt ose diçka e ngjashme është organizu themi në kohën e shtetit të Jugosllavisë, edhe që kjo kohën një farë themi formule e cila i ka zgjedh ose i ka përzgjedh ka gjetë ma shumë brëm të talentat. Që kam interesën me ditë, e the pak a shumë edhe kam prit mirë edhe prind, po ka diskutime që ka po thonë kuj Nikon, apo thonë kuj Nikon më herët, ose që është interesant me ditë për perspektivës prindve se ata kanë qenë ma shumë mi aktivizë fëmijë. Na, une jam komunikem ashtu tamam si organizatorës, si koordinator i ligës, jam do me thonë në komunikim edhe me këtë ekipën që në të rrjetet sociale edhe të... Po bëni një punë shumë të mirë, po ndryshe. Edhe do me thonë një gol në qëfëse veç bot, se na jena njerëz edhe mujna me gabuna, në qëfëse veç një gol për shembull nuk e kena shënu mirë me një herë shkru në prindi, do me thonë edhe rrjetet sociale janë ashtu shumë aktive, po që do me thonë edhe prind e kanë prit këtë shumë mirë, bile djena e në Frashër ka pasu dhe tifoz, gjonë kohën në 1500 tifoz, do me thonë që nashta dhe në ekipet ligav profesionale, po dhe s'po mledhen ashtu, normal që edhe fëmija e bojnë ato të vetën, po një farë dëshire është, do me thonë ka dhej si projekt, edhe e kam prit shumë mirë, thash si prind, si profesorat, si nxënësat, si krejt, që do të edhe me cek na për secilën shkollë, me thonë e ka një ekip, si më dhonë si edukatës fizike është trejneri i ekipës, që na edhe kena ndoni me ditje një minimali, me thonë simbolike, po të paktën e din që po. Se edhe i kuptojnë edhe arsimtarët kanë familje, kanë angazhime, edhe është ekstra, po edhe bëhet ma interesante, do me thonë. Edhe vetë trejneri,
këtë rast arsimtare Po, angazhuar. bashkëpunim me federatën edhe me komunën na kena arritën edhe me i dizajnu edhe me i prodhu për secilën shkollë rekwizitat personalizume që ata me ndjini farë gjësie krenaria ashtu, do me thonën me konën ashtu secila Veç ekip, numër po ashtu, veç po. numër, po secila ekip i kondresat, do me thonë rekwizitat me brendume me emën shkollës. Special, paqare po dësha me dal me i përcjell Po, te finale po. patjetër, po me ardh me pa në infrasha dhe vetëm ku në shkollë, kështu që javën tjetër një reminder mos harro se kisha pasur me pasur është entuziazëm i mirë edhe jo veç në aspektin që më është me gjithë talenta. Mendoj që është një sa një mirë lekë që këto që përmendëm fëmijët kanë më shumë aktivitet sportive se jena me një farë lufte me teknologji. Që kjo besoj na është më kryesore që në vitet e ardhshme na më nxjerr njerëz se jo krejt kanë më bëu futbollista aty, po mund me dal menaxher të mirë, mund me dal trajnera të mirë, çapo diunë. Edhe çka besoj që është shumë e rëndësishme. Po, na peshom shumicën e lojve që ka shumë talenta të mirë. Unë edhe thash që edhe janë për ekipe të akademive të qytetit, po do me thonë e japin maksimumin për shkollën, edhe tash gora veç për shkën, do me thonë ka kalu faza e grupe, gora veç për shkën të bu ma interesant, po të unëzej. Tash do me thonë e kena këto 16 ekipet janë në bazën e 8 ekipet që kanë përfundu në vendin e parë, edhe 8 ekipet që kanë përfundu në vendin e dytë. Nesër kena caktu me botër hjekjen e shortit që me konë gjithçka transparente, do me thonë me arsimtar, me trajnerat ekipev, kena caktu një vend ku ka mu të rjek shorti, do me thonë këto ndeshje tjera tash janë tamam përballje kampionëve, se cila ekipi ka për shembull 3 fitore ato në vend par, kanë me konë ndeshje bagi interesante, po. Edhe me cek që na që thashte protokolli i ndeshjes, na në fillim e kena kërku një listë prej shkollave për nxënësat që tash për shembull mas i ka ardhur punat e kjo faza eliminatore, mos me thonë një shkollë për shembull me i marrë nxënësat që nashta nuk i kanë ardhur, po i ka më të mirë. Do me thonë me çat ekip që ka startu, po me çata që janë paraqit, me çata nxënësa, me çata lojtar, do me thonë ajo do të me vazhdu deri në fund. Edhe vlen me cek që Federata e Futbollit po na qëndron brapa, do me thonë përmes lidhjes rajonale Prishtinës me refera, do me thonë referat janë të licencuar prej federatës. Mos me anu për shembull ndaj profesor i shkollës, mos me anu për ndaj shokët vetën a diçka referat janë profesional, gora është profesionale. Shumë e rëndësishme që domethënë preqësoj mosha ata muni tamam profesional edhe me urrit edhe mos me liu se ka turnire që buhen, për shembull jemi afër një qershorit, marrin fonde, veç ja ulçojnë një top që aty luajnë, po që kjo është shumë e rëndësishme edhe po e përgëzoj për krejt ata ju që punoni edhe që angazhoheni në këtë pjesë që po moni kaq mirë edhe vazhdoni me marrë në fund mirë. A ka diçka tjetër që mos ton vetë do më shtu të kjo pjesë, i kam dy pyetje paqardhët me vetë për Dardan, çu kena çka po bën atë ku bën. A ka diçka që mundesh më na për të liga, jo. Pyetjet kanë të mira, a? Të mira. Më të s'kena vu intervistë. Mirë lek, e thashë në fillim, je pjesë shumë kyçe dhe rëndësishme e tifo grupit tonë Dardanët. Është pak një farë pushimi, po jo të nkonin me ideja se do më kriju gjana, do më kriju koreografit. Shpejt vinë tash ndeshjet miqësore, çuçi kena thëm kështu energjinë. E dim që na mësdi me ma doptin në botë me lut na e kena me mu stadionin. Ky vend që thotë atë dëm futbollin dhe dëm sportin. Po a ka nis ka pak do ideja, do diskutime për ndeshjet që na presin së shpejti. Po na i kena tash 2 miqësore në muajin qershor. Me 6 qershor veçor zyrtare e presim Armenin, normal si Dardan kena me kon pjesë si në humbje si fitore, po është një farë vullneti i mirë edhe të tifozët edhe të populli me këtë trenerin e ri, do me thonë me këtë kontingjentin e ri që u bësh ky lojtarëve këto, do me thonë i kena prej 7 ndeshjeve 6 fitore, do me thonë po shpresojna që me qëto miqësore me i thirrën ashta treneris. Po na sfërzimin ato pjesë, po me i ftu pak edhe do lojtar në ashta Superligës me rrit pak me rrit konkurrencën e ekip që bilen shtator në kualifikime të rregullta që janë me shpresu për kualifikim, se i ka ardhur ashtu edhe pak. Edhe koha i ka ardhur. Edhe pritje si ka ardhur fundi, vetëm po na vjen një kualifikim. Patjetër, edhe të ndru gjenerata. Edhe të ndru gjenerata, po vetëm me çto prurje të reja, me thonë në Fisnik Aslani që ne ashtu e përcjellë top lojtar. Top lojtar dhe pa dosh me ime emra që me harron ashta dikon tjetër, prurjet e reja janë. Se mësu me bazën ose boshtin që kemi me lojtar mega se Amiri ose si Vedati, Miloti, tash mos i mbesim bashkëretëve, po ideja është që është një farë energji e re, e mirë edhe brenda në ekip, me ardhmën e trajnerit që shije, domethënë dora tina e
punës që e ka bëu, po ashtu një sani mirë që po m'pëlqen, e kom pa edhe në gjirot fundit, është afër edhe ja ka nis ka pak me njoft mentalitetin e Kosovës se na si na Gjerman më thon njerit vin 12 për shembull ti e konser shumë i sakt në stilin e Gjermanit, po në përgjithësi po vlas lek domethënë na kena pak hajde sa 5 minuta hajde sa se po peshoj që edhe mentaliteti i lojtarëve ka ndryshuar në çet grupin. Edhe çka besoj kam na bëu më të veçantë pse kemi në grup për mi mesatërisht vështirë, po futbolli rezervon gjithmonë befasinën. Lek, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, diskutuam edhe unë mësova ka shumë për ligën e shkollës, një iniciativë shumë e mirë edhe shpresoj që federatat edhe organizatat cilat mirën me sport të mirën me sporte respektive në çësi forme, pra me shkolla fillore, pse jo në basketball, handball, që sa më shumë rinia jonë që jemi mesatarisht rinia më e madhe po flas në rajon, nëse kemi moshën mesatare më të re, me marrë me aktivitete edhe me si organizime shumë profesionale. Falenderoj edhe besoj që kena më po edhe në finale edhe me pas ndoshta në kampi shkollës që del në finale. Jemi sa ardhur gjithë janë. Faleminderit edhe një herë për ftesën, kënaqësi me kon me ty në intervistë. Patjetër është kënaqësi edhe me promovues që sa të mira për rinin ton për punën që bën edhe për me ju dëshiroj punë pa lëshme. E di që kur e ke marrë që të punë dorë, e di që s'ke më lshu pa. Tu e di angazhimin që kite Dardan, kështu që faleminderit edhe një që ishe pjesë e misionit, ta kemi taku shumë shpejt, domethënë ndeshjet që kam zhvilluar në infrashën me bërë në shtatë edhe në promovim me pase, na kemi edhe dëgjuar edhe shihim, kështu që faleminderit edhe një që ishe në emision. Faleminderit. Ishim me Lorik Berishën, me cilën diskutuam për ligën e shkollave fillore dhe të mesme në kryeqytet, një projekt për herë të parë që organizohet në vendin tonë, jo vetëm në kryeqytet, një trekëndësh i organizimit mes federatës, komunës së Prishtinës dhe Prishtina Futboll së organizatorëve të kësaj lige, e cila është duke shkuar në pjesën më të nxehtë ose pjesën më kryesore, kanë përfunduar faza e grupeve dhe tash kanë zhvillu ndeshjet eliminatore. Kështu që për këtë ju që jeni në kryeqytet, pse jo edhe që jeni në kryeqytet, mundeni më gjetë në faqet e tyre në rrjetet sociale, me i pa ndeshjet, me i pa domethënë aktivitetet që kanë qenë shumë të mira për rinin tonë. Ka sa përket kësaj interviste takon me pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.